Inspektorati Policor i Kosovës u ngrit me një mision që nuk është kur I lehtë, të kujdeset që ata të cilët e mbrojnë qytetarin të mbeten vetë brenda ligjit. Një nga detyrat më të vështira që një shtet demokratik mund ta ndërtojë vetë pra brenda vetës, sepse është e thjeshtë të kërkosh përgjegjësi nga të tjerët, por është shumë e vështirë që shteti ta vendosë të njëjtin standard mbi vetë institucionet e tij. Për 20 vjet me radhë, ky inspektorat e ka mbajtur atë pushtim të thjellët. E ka kryer punën me përgjegjësi dhe me bindjen se llogaridhënia nuk e dobëson policinë, por e forcon atë. Për gjatë këtyre 20 viteve, Inspektorati Policor I Kosovës është konsoliduar si garanci e integritetit të policisë Kosovës dhe I zbatimit të ligjit në mënyrë të barabartë, pa dallim që do të thotë pa diskriminim e pa favore. Përmes mandatit e tij në hetim, inspektim dhe mbikëqyrje, IPK-ja ka konfirmuar se askush nuk është mbi ligjin dhe se besimi I qytetarëve ndërtohet mbi profesionalizëm, transparencë dhe llogaridhënie. Për gjatë këtyre 2 dekadave jemi angazhuar në trajtimin profesional të mirë ankesave të qytetarëve. Kemi zhvilluar hetime penale disiplinore dhe kemi dhënë mira rekomandime që kanë ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e performancës policore dhe menaxherale të policisë Kosovës. Sot IPK gëzon besimin e qytetarëve. Rritja e vazhdueshme e numrit të ankesave të paraqitura nuk është vetëm tregues I problemeve, por është gjithashtu dëshmi se qytetarët besojnë se zëri I tyre dëgjohet dhe se çdo pretendim trajtohet me panshmëri, profesionalizëm dhe përgjegjësi. Ky 20 vjetor I Inspektoratit Policor të Kosovës na fton të reflektojmë mbi rrugtimin e deritanishëm, mbi të arriturat që kemi ndërtuar së bashku dhe mbi objektiva që na presin. Duke ecur krah për krah me policinë e Kosovës, e kemi më të qartë se si duhet funksionojë ky mekanizëm mbikëqyrës, I cili njëkohësisht mbron integritetin institucional dhe forcon besimin e qytetarëve.